Originalum tinguj të kësaj këngë për të pranu edhe telefonatën e radhës. Ale, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Vllachko. Përshëndetje mi mbroma dhe mirë se gjeta juve dhe gjithë të gjusit dhe shiqusit tanë ku do që ndodhen këtë globin. Faleminderit shumë. Po si e Vllachko, si kalove sot? Mirë, faleminderit, mirë shumë. Vllachko, çka do të na thuash ti për dëgjuesit tanë? Sa i përket protestës sot në mbështetje të krerëve të UÇK-s që po mbohen padrejtisht në Hog, ka qenë një ndër protestat më madhështore të shqiptarëve deri me tani. Unë për veti nuk moj mend një protestë kaq madhështore nga të gjitha trevjet shqiptare kudo ku i thuhet bukës bukë dhe ujit ujë. Pajtuam plotësisht se me të vërtetë ashtu ka qenë, dhosh zote që sa ma parë të liruhen, po me të vërtet ka shku çdo gjë në rregull që nuk e di. Ç'është po thua edhe ti që me të vërtet deri sa nuk ka pas protest, edhe organizimi mirë, po edhe protest më të madhe. Mu që më ka bo mundi mirë se u shku u kon protesta për stej për organizu në mirë, një protest që me të vërtet me apos lakmi gjithë kush, një protest që tregon se shqiptarët kur din e edhe bashkohen, po të tham drejtën gjatë kohës sa ka qenë protesta unë isha në vend e punës, ndërkohë kohë pas kohë kur kisha mundësi e këqyrsha drejt për drejt në YouTube, edhe kështu s'ka ke i farë të rqeth në trupit, më dëke sikur në vitin 99 kur fillon domethënë mobilizimi shqiptar për gjitha anët botës për më orë për çlirimin e Kosovës, ashtu një farë ndjenje kisha në përzine që për të ka drejt, për një moment kështu më tradhtu një lot, nuk mujta pak me u përmbajt më shefa i farqyshi, e u shfryva pak edhe apet vazhdova punën. A ta merr mendja si pas mendimit tuaj çdo herë që do të ketë lëvizje pozitive? Po, e, besoj shumë drejtësi, nga njerë drejtësia do në pak edhe presion për të fortë edhe se u dëshmu zdita se përpa konë domethënë Amerika për neve nuk ka pas drejtësi, gjithmonë ato ku konë Amerika në krahin tonë, në anën tonë, atëherë u vendos drejtësia. Kjo më ban mu me besu se edhe kësaj radhe do të ketë drejtësi sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë, sidomos Evropën, se gjithmonë na ka dalë për çoh edhe kësa herë, po nuk e lejojnë që me marrë në vendim në kurrezët shqiptarëve. Të shohim tash, mbetet të shihet. Dhosh zoti tjetë ashtu, edhe sa ma por edhe të vinë ata dhe tjetë protesta fundit për çlirimtar tanë, por të liruhen dhe të kthehen ato ku ju takon të familja dhe të Kosova ju në dashur. Shpresojmë e lutemi që me të vërtet pra sa janë si fitimtar, ashtu që shumë këthy gjithmonë, edhe kësaj radhe besoj që do t'ja dalëm. Ish lash zoti që kjo tjetë domethënë sfida e fundit që shqiptarët po përballen padrejtisht Padrejtësi. me padrejtësi. Sikur pak të kishte drejtësi, domethënë nuk të kish me ndodh ky gjykim hiç. Unë nis krejt për diçka tjetër, po do me dalë krejt për diçka tjetër, po ç'a të bën. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Vllachka, unë të falenderoj me qenë se është dëvan, nuk më tam kur gjo ma shumë, vetëm të falenderoj për telefonatën, e nëse ki me shtu diçka. Me shtu pa një kong
pa i konjk që thej kemi gjarom, nuk largohen ajo edhe psa van. Atëherë me knaci, por e këqyra orën gati u bon 22-25 është nashta nuk Jo, dëshiron, kështu që me pak knaci. van është, po ka herë na shqiptarët nuk ja vesën për letrat. Okej, hajtë se dhe premte se s'ka gale. Atëherë Okej, mikrofoni për ju vllazko kur ti ishi që mund të fillash. faleminderit. Oj Kosovo dje pliri e gjdo kur shpijen një bajrak, u që këjat paska hije perat dhe poder dhe gjak. Po luftojnë djem të Kosovës, pej Drenicën maj Gjakovës. Po luftojnë djem të Kosovës, pej Drenicën maj Gjakovës. Perat dhe lok jam kale, për flamurin ku që zi. Jam ushtar në UÇK, do t'i sjell vendit liri. Brez pas brezi në këto votra, jam i lash sa krejt Evropa. Brez pas brezi në këto votra, jam i lash sa krejt Evropa. Jo se lëshoj mas një pillan toke, dy gisht mbaltke, baj ty loke. Se këtu jam dem baba dem, për Kosovë jam shpirtin tem. Se këtu jam dem baba dem, për Kosovë jam shpirtin tem. Qofshi bushkës, jem shqiptar, ta mbrojmë vendin blam për blam. Se këtu jam dem baba dem, për Shqipëri jap shpirtin tem. Se këtu jam dem baba dem, për Kosovë jap shpirtin tem. Për Kosovo, për Kosovo, për Kosovë jap shpirtin tem. Faleminderit, besoj që mjafton, ha? Mjafton, faleminderit shumë respekt vllazko. Faleminderit shumë. Në ndeshjoshit, një mbrëmje të bukur vazhdim për gjithë shoqësit tonë. Natën e mirë vllazko, gjithë mirat, respekt unë to. Tonë. Pra të dashur dëgjues, kishëm edhe vllahun tim dhe administratorin e rajtës Rahim Gashin nga Austria, ku e falenderojna. E unë shkoj me kitë pikë muzikore, por numre është e hapur në +383 481 50 970, mund të telefononi edhe ju tjertë.